Bashkia si shtëpia jonë e përbashkët na duhet që të ketë kontributin e të gjithëve. Tek ju në rast të parë, që jeni të rinjt e qytetit. Imagjino se sa shumë mund të bëjmë ne bashkë. Ju mund të sillni një ndryshim prekshëm, sepse ne duam të sjellim për Laprakën edhe më shumë investime, duke filluar nga rrugët që ende nuk janë prekur në zonat e thella, si në institut e tutje. Duam që të rijetësojmë të gjitha lulishtat në zonën e Laprakës, edhe këtu tek fusha, edhe tek bloku Gintash, edhe tek rruga e Spitalit Ushtarak. Duam që të kemi më shumë qendra për të rinjt, si qendra Tuma, ku janë rreth 3500 fëmijë që e frekuentojnë dhe të rinj, programojnë, kodojnë. Ne duam që qyteti policentrik të shtohen vlera të tilla. Gerta e ka treguar që kur punon edhe i futet punëve, i mbaron të gjitha dhe ne kemi shumë nevojë në njësinë 11 për punët e Bashkisë Tiranës. Ju jam shumë mirënjohës dhe shumë falënderues për mbështetjen që jepni prej kohësh për Partinë Socialiste dhe për atë mbështetje që do jepni edhe tani për Gertën. Votën për më të mirën e Tiranës.